Rrjeti televiziv publik gjerman ZDF ka përgatitur një dokumentar mbi mafjen shqiptare. Dokumentari i ZDF hedh dritë mbi dominimin e mafjes shqiptare në nivel ndërkombëtar, ku cilësohen si importues të dorës së parë të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Mafja shqiptare e kokainës nuk ka probleme me furnizimin dhe droga transportohet nga Kolumbia me anije mallrash, ku shqiptarët luajnë rol kyç, thuhet në dokumentarin e ZDF. Gazetari britanik Matt Shea udhëtoi në Kolumbi për të zbuluar se si grupet kriminale shqiptare bashkëpunojnë me kartelet e drogës dhe kontrollojnë shpërndarjen e kokainës në Evropë. Ai hedh dritë mbi mënyrën se si kokaina shpërndahet nëpër Evropë deri tek rrugët e Londrës, Amsterdamit dhe Tiranës. Ai zbuloi gjithashtu se si grupe si Hellbenians, të njohur për videot ku shfaqin pasuritë e tyre dhe mjetet luksoze, e çojnë drogën deri tek konsumatorët. Gazetari takon antar bandash, trafikant rruge, zyrtar dogane dhe gazetar investigativ, të cilët dëshmojnë se si klanet shqiptare janë bërë të pazëvendësueshme në tregun ndërkombëtar të drogës. Ato operojnë me një disiplinë ushtarake, teknologji të avancuar dhe janë të lidhura ngushtë me rrjetet financiare për pastrimin e parave. Sipas Shea, shqetësimi i vërtetë nuk qëndron vetëm te droga, por te fuqia jashtëzakonshme ekonomike dhe territoriale që këto grupe po fitojnë. Grupet po ndërtojnë struktura paralele që sfidojnë ligjin dhe rendin në shumë shtete evropiane. Për më tepër, mungesa e koordinimit ndërkombëtar dhe niveli i lartë i korrupsionit në disa vende ndihmon në mbjetesën dhe fuqizimin e këtyre organizatave. Dokumentari jep alarmin për autoritetet, por edhe për shoqërinë. Krimi shqiptar nuk është më një problem lokal, është një forcë transnacionale që po kërcënon sigurinë dhe rendin në të gjithë Evropën. Shqipëria është një nga vendet më të varfra të Evropës. Ka një histori të trazuar. Varfëria, dobësia e institucioneve, korrupsioni dhe trashëgimia e regjimit komunist e kanë kthyer këtë shtet Ballkani në një terren të përshtatshëm për lulëzimin e krimit të organizuar. Kjo seri e dokumentarit investigon ngritjen e mafjes shqiptare në një nga organizatat kriminale më të frikshme në botë, përmes bisedave me antar bandash, shpërndarës rrugësh, doganier dhe gazetar investigativ. Nxjerr në pas se si kartelet, klanet dhe rrjetet financiare po sundojnë tregjet më fitimprurëse të drogës në botë. Bisedat e tyre me viktima, autor dhe hetues ofrojnë një vështrim të thelluar në botën e errët të krimit.